Statuti I lidhjes së sindikatave të Maqedonisë thotë se është një organizata politike dhe nuk ka absolutisht asnjë lidhje me politikën dhe kryetari dhe drejtuesit nuk guxojnë të jenë antar të një partie politike. Në emisionin Biznes 21, kryesorët në LSM hodhën poshtë akuzat e qeverisë se protesta për paga më të larta ka motiv politik dhe se njerëzit nga sindikata shkonin te kryeministri për të dëshmuar, siç tha ai në emisionin Klik Plus, rrënjët të tyre të vëmoroistëve. Му кажемо вот тука на представникот на владата и на представникот фактички на политичката партија да најде еден аргумент дека некој некаде е политички определен и обоен. Но политичарите не ги страф од политичарите. Гледаме дека тие си се договараат. Политичарите ги страф од работниците. Ata publikisht e ftojnë përfaqësuesin e qeverisë të vitë të hënën për të nënshkruar marrëveshjen kolektive për rritjen prej 40% të pagave të punonjësve administrativ. Thonë se me marrëveshjen kolektive u ishte ofruar rritje e pagave në këste 4 vjeçare prej 7 dhe 4%, por kushti ishte të hiqnin dorë nga marrëveshja kolektive e përgjithshme. Me të, vetëm në vitin 2025-2026, punonjësit e sektorit publik duhet të marrin rritje prej 12.5% dhe 10% për shkak të rritjes së pagës mesatare, e cila ishte më e madhe se ajo e ofruar në marrëveshjen kolektive. Дојдете, еве понеделник, вторник, среда, кога сакате, ја шетам со печати во џеп цело време, за секој случај, ќе потпишеме колективни договори. Не е проблем. Меѓутоа, откажување од поповолно право да барате од синдикат. Јас сум синдикалец, мене мандатот ми е даден да бидам синдикалец. Мандатот од членството на синдикатот НУПОС беше да ќе ги потпишеме овие колективни договори, ама нема откажување од општиот колективен договор. Sipas Kristina Ampeva, edhe punëdhënësit në sektorin privat janë të vetëdijshëm se pagat duhet të rriten. Probleme janë organizatat e punëdhënësve që negociojnë me qeverinë. Тие немаат веќе проблем, пошто младите си заминуваат, нема работоспособен кадар во приватниот сектор. И сега, ако останеме на ваа плата 400 евра, работодавачите се свесни дека не може да ги задржат работниците и дека ќе немаат нови млади кадри. Криви се овие од организациите на работодавачи, што него истакнуваат гласот на фирмите, на малите, микро и средни предпријатија. Pas protestës, sindikalistët nga java e ardhshme do të fillojnë me bllokat, edhe atë së pari do të bllokojnë deputetët dhe institucionet, thonë se nuk do të mund që të vinë me makina në punë. Nëse nuk ka dëgjim për kërkesat e tyre, ata tashmë kanë vendosur për një grevë të përgjithshme 24 orëshe në sektorin publik dhe privat. Thonë se as në protest nuk pati probleme nga sektori privat dhe gjatë grevës askush nuk ka të drejtë të ndalojë të grevojë.